Jam njetë shumë më mirë. Tash e kum taku do me thonë Jehonën, nuk guxojmë me krahasu jetën që e kum pas me këto që e kam, po është me thonë, është paraj se jam to. Dhe, sinqerisht, kjo puna e besimit, e lidhjes njeriut me çka beson, na vërteton mande jeta shumë gjona që thuhem, pra nuk të merr diçka pa t'jep diçka tjetër, edhe pikërisht në periudhën kur të vështirë që ani pse ti u ktheve, përqëndrua për nanës me shpresën që ajo sa do që ishin, ndoshta shpresat e vogla me gjendjen që kishte, pas 11 muaj shndroi jetë, por në po atë periudhë paka shumë takove partnerën e reja. Jo. A më vonë? Kam qenë Amerikë kur Jehona më ka shkru. Jehona e ka pas periudhën, sepse fakultetin e ka kry 2 gjenerata mas meje të njëjti profesor. Edhe ka pas periudhën e antikës, edhe bisedon me një kolege tonën për disa libra, jo i thot Farisi ka pas gjitha. Librat e antikës. Edhe është e vërteti, pa ta mbledh krejt. Mendimën e profesorit Besim Regjaj. Edhe ajo më shkruan mu, po ka qenë periudha e Covidit edhe më tregu drejtën, o të që mi thonë, po urdhënon shko të shtëpia jam se t'i jepim prind. Edhe u tregu shumë e kuptueshme. Dhe në tha, e kuptoj, po mas një periudhe, dhe më thonë kontaktin bet aty, mas një periudhe kur unë u divorcova, e fillova jetën e re sene, kur nuk e di që është ka një like, diçka në foto sene dhe fillu me folë. Pastaj e kemi mojt kontaktin edhe si gjithmonë më ka përkran gjithë shka, kur e kom kuptu për smundjen e nanës, kam vendosë më këthy, Jehona shkon absolutisht për krase, sepse smundjen e ka pas tillë, e ka pas... 1% e pacientave jetojnë një vit prej ditës që diagnostifikohen. Me thonë, tumori ma i shtirë që ekziston. Edhe... që është e çuditshme, Bleron është që motra më tha mos u ktheti, tha po vina na, edhe mami me kohët atje. Motra e kishte dhe me thonë vizën e Amerikës, nana hinin kom të veta në ambasad, e mur vizën për 5 vitet, nesër më nështë paralizu. Dhe me thonë, në rastet tila, s'ki që menon tjetër, veç se Zotës vjen më mullin në tavolinë, më të thonë, hej, kthehu se. Kur të mungan mas shumë të jem? Kush? Nana. Çdo moment. Ja, më thonë që kam një foto, i paske ngjash shumë. Unë i moj senet ka gjash shumë në veti, po më me ndoni ndjenjë me ty, nuk hala se di që sështë, sinqerisht. Hala më doge që ku me taku, hala... Ka momente, për shembull, ma kalzën të një ngjarje, diçka më kesh, sen edhe marrë telefonin, mi tregu... Hala e kam ndjenjën, po banë 2 vite, hala e kam këtë ndjenjën. Në është ma mirë, gradual dhe të mësoj. Po, edhe me mbetë kështu për herë pse jo? Po. Sepse kam përshtypjen që kur e ki brenda vetës edhe në mendje edhe në zemër, ta jep një siguri. Po, është një... Edhe mos më mësu kur është një gënjeshtër e mirë, pse jo. Kam qenë shumë i lidhë me to. Jashtë zagonisht i lidhë kam qenë me to. Me thonë, nuk e di që e kom pas nëj sekret, ose nuk e di që më ka mungu nëj muhabet me te. Kam pas shumë marrëdhënie të mirë me te. Tash i thëm Jehonës non-stop, shko shi i prind, shko. Se s'është bëllë kur. Qa ka Jehona diçka që ti e pëlqen shumë të ajo, që ja dashuron më shumë ti si ti parë? Sjelljen. Është Jehona e ka gjetë qelsin qysh më mba për veti. E du shumë, sinqerisht. Po thëmë është qetësia jem, është njerët që se di, nuk kisha dit edhe më thonë Zotit zgjeda një vetë, adin maro vetë s'kisha dit me lypë më mirë. është jashtëzakonisht e kuptueshme, është jashtëzakonisht përkrahase. I lidhet dhe profesioni, pra e bën kjo akoma më të fortë dashurinë e Po, në profesion e kena një gjë bleron nuk i përzimi shumë njëri tjetrit. Mujna me bisedu për rolet, për analizat, për idet, po mu përzi asaj të ona asun të ajo. Është një lloj respekti që e kena ndaj kreativitetit
njëri tjetrit. Bashkë në ndonjë projekt në të ardhmen, do t'i thoni jeni? Te shtëpia e madhe jemi të dytë. A jeni të dy, okej. Po, mirë po, nuk, do me thonë, nuk kemi pas në i skenë diçka bashkë, realisht unë jë marrë mik i familjes tyne, edhe është e çuditshme se kur ju kallëzën njerëzve jehona, njerëzve që se din, e ka një reagim tepër të keq. Për arsye që unë aty i luj dy role negative. Njëri tashmë ka vdek, jam vllazën pineq. Njëri ka vdek, tash është ky i dyti që është shumë i keq. Njerëzit nuk e presin kur i thotë që po ky personazh është mirë në Pra se e kanë atë idenë e rolit si e shohin aty dhe kam vështirë me mendu që s'është po i njëjti njeri. Gëzimi po më thotë që më kanë kalu minutat, ja pas kemi vjetë edhe Arbrit për këngë në fund, po na falë Arbër. Fares, faleminderit. Besoj në arsyeton. Faleminderit shumë që erdhe, faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim tepër të sinqert, për më së e qartë për disa prej momenteve edhe më të vështirat, po edhe më të bukura të jetës tënde. Faleminderit për ftesën, Blerona. Shumë faleminderit. Këtu po ndahemi për sot, do takojmë sërish nesër, vazhdoni të jeni me ATV-n nga unë natën.